Në ndërkohë, a je më e mira në klasë në art, në landën e artit? Po. Je më e mira. Në me thonë, punimet tu, atë edhe një shoqe. Unë shpesoj shumë, Troja, që edhe këtë hobin tënd për gitarën të ndjekësh, po edhe dizajni grafik që ki ndër ta praktikosh sa më shumë në tarme, pse jo më arë me nëndru logon e familja jonë, për shembull. Na e kemi të bukur, apo pëlqen logo janë atje? Ajo e gjallë për ta? Po. A është e bukur? Apo kishe ndryshu diçka? Jo, më pëlqen, edhe që aty e pas këtë. Po, edhe që aty është. Po kurse dihet në tarme, kur bësh një dizajne grafike, mund të shmarë me na propozu diçka. Troja, unë të falenderoj shumë që ishe, e të uroj shumë sukses. Faleminderit. Dashur miq, bashkë me Trojën, kemi përfunduar dhe rubrikën e magjikëve. Të gjithë ju prindë që dëshironi me sjell fëmijët tuaj në këtë rubrikë, na shkruani tek familja jonë dhe patjetër do ta ftojmë me shumë kënaqësi për të folur për ëndrat e talentet e tij.